Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka ndezur hidroalarmin për 1 dhe 2 prill me paralajmërime se për shkak të rreshjeve të shiut ekziston mundësia për rritjet e menjëhershme të nivelit të lumeve dhe përmbytje lokale. Paralajmërimi vjen në një moment të ndjeshëm pasi pjesë të vendit tonë kaluan një fluks të përmbytjeve në shkurt, kur pas rreshjeve të rrëmbyeshme të shiut shumë lumej dolën nga shtrati. Ndryshe, në raportin ditor hidrologjik për lumejt dhe liqenet natyrore, shërbimet meteorologjike alarmojnë për rritjen e nivelit të lumit vardar në pjesën e rajonit të Jegunovcës. Sipas tyre, mesatarja për prill është 109 cm, gjatë ditës së djeshme ka qenë 120, kurse sot ka mbaritur në 138 cm me tendenca të rritjes së ujit në shtratin e lumit. Cikloni atmosferik në vendin tonë, krahas rreshjeve të shiut, ka sjell edhe rreshje të dëborës. Pamjet që i shihni vijnë nga Mavrova, ku varen rreshjet e dëborës. Pamjet janë të 1 prillit, me çka konfirmojnë parashikimet e meteorologëve për rreshje dëbore në Biset Malore. Nga rrugët shtetërore njoftojnë se rreshje dëbore që mbetet në rrugë varen në Kodrën e Diellit, kurse rreshjet e dobta në Mavrov. Në Kodrën e Diellit trashësia e dëborës është 74 cm. Meteorologët paralajmërojnë se mot i ngjashëm me rreshje shiu dhe dëbore në Biset Malore do të mbretërojë edhe ditëve në vijim, por nga java e ardhshme, sipas parashikimeve, pritet të kthehet moti pranveror me temperatura që do të shkojnë mbi 20 gradë Celsius.